Një ditë pejgamberi alayhis salam ju thot shokëve të tij, "Gjojeve, sa është e bukur. Merrni armët, merrni mburojat, merrni." Ata thonë pejgamberi Zot, pse ka luftë? Se kur thuhet merrni armët, merrni mburojat, do thotë se po not diçka e papritur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thanë ata, "E min aduwin qad hadar." Thanë ata, "Pse prezantoi armiku?" Qala la junnetekum minan nar. Tha jo, armët që ju mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Thanë pejgamberi i Zotit, cilat janë ato armë? Subhanallah, tha, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këto quhen ndryshe el baqiyatu as-salihat, që Zoti i ka përmend ku, në cilën sure? Surën el-Kahf. Ka thënë Zoti në Kur'an, wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. I ka thujt Zoti këto katër fjali, i ka thujt Zoti el baqiyat as-salihat. El baqiyat as-salihat, po ta përkthesh shqip, fjalët që mbeten, fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Pra këto fjalë që ti i thu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mbeten, nuk fshihen. Nuk ka gjë që i fshin deri në ditë kiametit.